Sadakallahu al-azim. Vetëm Allahun falenderojmë, atë e adhurojmë, se vetëm ai meriton. Ai është Zoti i vërtet, i pa shok, i pa ortak, në adhurim, në krijim, në sundim dhe në gjithçka. E falenderoj që na mundsoi edhe në këtë ditë xhumaje, apo se do të thënë në këtë ditë xhumaje, në këtë prap Ramazan. Mirësi dhe begati prej të madhit Zot për secilin që ndodhen në xhami, po dhe për ata që nuk ndodhen për që nuk kanë mundësi më ndodh, edhe ata inshallah janë të përfshirë tek mëshira e Zotit që është na punë. Allahu më shëroj pejgamberin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i cili nuk e kurseu mundin e thjeshtën e tij, e këndojmin e Kur'anit, dhe na i drejtoi zemrën me ligjin e Zotit, me Kur'anin. Shqyrë Allah të qoftë për familjen e tij pasën, për gjithë besimtarët dhe besimtarët që i kanë ndihmuar këtij dini dhe janë në këtë din deri ditën e gjykimit. Shqyrë Allah të qoftë edhe për gjithë ju që jeni sot bashkë, pafund e falenderojmë Madhin Zot se arritja, do të thonë umri, jeta nga xhamaja në xhamam nuk ka shpërblim tjetër vetëm se gjinahet fshim. Pra bereqeti, mirësia, begatia është e pa llogaritme me mendjet tona. Si që ndëgjohet përmendet një ajet me të cilin na bëhet obligim detyrim agjerim. Është një nga 5 shtyllat e Islamit. Dhe çdo person që është moshë të rritur, pra mbi 15 vjeç, duhet të agjeroj. Nërsa ata që janë moshë madhore, por janë smunë, nuk agjeroj. Nëse smuni atyre është e përkohshme, agjeroj mas Ramazanit. Nëse është e përhershme dhe këta nuk e përballojnë, atëherë ta paguajnë diçka për agjerimin. Po njëkohësisht, edhe ato që në gra, lehana, shtatë zona, nuk agjerojnë. Në përjashtim të rastit, nëse shohin veten e vet, që nuk dëmtojnë fëmijën e vogël, veten e tyre, shëndetin e tyre, se Allahu xhelle xhelaluhu thot në ajetin e agjerimit që unë nuk dëshiroj një vërtetësi për ju, si kletë. Ja, megjithëse është urdhën ujnar, prej të Madhit Zot, për urdhën që secili të thonë e merr përsipër me kënaqësi, duke pa veten e vet që është i obligueshëm, i meritoshëm, atëherë do agjeroj. Po njëkohësisht edhe të qenë udhëtar, do të thotë ata agjerojnë më mbrapa, e preshin, e ndalojnë agjerimin, edhe agjerojnë më mbrapa. Sa ditë i kanë vjet, i agjerojnë më mbrapa. Ka ditë se është një adhurim që përsëritet një herë në vit. Është adhurim madhështor. Me të vërtetë në këtë muaj, besimtarit dhe besimtarës i vjen një rast i madh. Për shembull, ne kemi rast të madh edhe ditën e xumës. Falje madhe, mëshirë madhe. Po një rast është edhe me agjerimin e Ramazanit. Për shembull, ai që ka agjeruar vjet, edhe futet në Ramazan edhe këtë vit, gjithë ato gjinafet e vogla mrena 2 Ramazanëve janë fshi. Një nga mënyrat e faljes të Madhit Zot xhelle xhelaluhu, fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, alhamdulillah, muaj që vjen me mëshirë të madhe. Allahu xhelle xhelaluhu, do të thotë çdo gjë ka rregulluar në librin e tij, Kur'an. Është mirë për robin, ose si me thonë marshimën të të qëhet xhenet. Në një që e ka dalë me në mësë përshku xhenet, nuk ka lekshku e të Allahu. Po unë po që krija i kushtet. Po të thëmë, mrena i sekundi.
jashtë Ramazanit. Thuaj la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Me zemër, me shpirt, shkojmë në xhenet. Një sekond. Yes.